Të nderuar vëllezër besimtar, mirë se po takohemi në këtë diel të parë të muajit të ndershëm, muajit të begatshëm të Ramazanit. Realisht dita e pushimit është mundësi ideale që ne me u kthy pak mbrapa në kohë. Dhe atë jo 10 vite apo 20 vite, po plotësisht 1000 apo më shumë se 1400 vite. Ta imagjinojmë veten se jemi në rërën e nxehtë shkretirës Mekës, në kohën kur bota ishte e zhitur në errësirë, në kaos. Ishte pikërisht muaji Ramazan. Pikërisht në këtë errësirë lindi një shkëndi drite, e cila më pas ndryshoi historinë e njerëzimit. Pra zbriti fjala e Zotit të Madhreshëm në tokë. Andaj do të flasim sot se si filloi gjithçka. Muhamedi alayhis salam po i afrohej viteve të 40. Ai ishte i lodhur nga padrejtësitë që bëheshin, nga mashtrimet në tregti, nga padrejtësitë që ju bëheshin të dobtëve. Dhe çfarë bënte pejgamberi alayhis salam? Ai zgjidhte që tërhiqej nga kjo shoqëri. Shkonte të strehohej në një mal të quajtur Jabal Nur, ku në atë mal ishte një shpellë e quajtur Shpella Hira. Qëndronte me ditë të tëra, me javë të tëra, madje edhe me muaj të tërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë shpellë. Dhe her pas here vinte në shtëpi vetëm të furnizohej me ushqim. Aty meditonte, aty shikonte qiellin dhe pyetjet që vazhdimisht e preokuponin atë ishin kush krijoi gjithçka. Dhe pikërisht aty të dashur vëllezër besimtar, në qetësinë e natës së Ramazanit ndodhi e papritura. Bota e padukshme që ndryshe quhet bota e ghaibit u përball me botën fizike, me botën e dukshme. Për herë të parë i shfaqet në shpellë Muhamedit alayhis salam Gjibrili, meleku Gjibril, në formën e tij që e ka kriju Zoti i Madhreshëm. Dhe urdhërin e parë që ja përcjell nga Zoti i Madhreshëm ishte shumë i shkurt, mirë po mjaft domethënës, po i thot Iqra, lexo. Dhe pejgamberi alayhis salam, i cili asnjëherë në jetën e tij nuk kishte lexuar ndonjë libër, pra ishte njeri analfabet i cili nuk dinte të lexonte, u përgjigj me sinqeritetin e tij duke thonë unë nuk di të lexoj. Pas kësaj meleku e merr edhe e shtrëngon, sa që tregon pejgamberi alayhis salam, thash do të më plas shpirti. Dhe pasi e lëshon përsëri i thot Iqra, lexo. Pejgamberi alayhis salam thot unë nuk di të lexoj. Dhe këtë pyetje Gjibrili 3 herë ja bën pejgamberit alayhis salam, dhe më në fund ja përsërit ajetin e parë komplet të surës Alaq, lexo dhe mëso në emër të Zotit tënd, i cili ka kriju çdo gjë. Si reagoi pejgamberi alayhis salam? A u gëzu që u shpall, pra u njoftu nga Gjibrili se ai do të ishte pejgamberi i Zotit? Përkundrazi, ai u trondit shumë. Andaj frika ndaj Zotit, të nderuar vëllezër, nuk është dobësi. Përkundrazi, frika ndaj Zotit neve na bën njerëz më të mirë. Frika ndaj Zotit është ajo e cila e mban besimtarit që të qëndron në rrugë të drejtë. Pejgamberi alayhis salam zbret nga mali në atë çast me vrap dhe në këtë situatë ku shkoi? A shkoi tek shokët e tij apo shkoi tek paria e Mekës? Jo, të nderuar vëllezër. Ai shkoi në shtëpinë e tij, shkoi pranë gruas së tij Hatixhes radhiyallahu anha dhe duke ndje frikë u shpreh duke thonë zemmiluni, më mbulë. Dhe Hatixha radhiyallahu anha filloi që ta qetësoj dhe pasi që e mbuloi, pasi që u qetësu pejgamberi alayhis salam, ja tregoi komplet ngjarjen se çka i ka ndodhur. Dhe në fund tha,
oj Hatigje, kam frikë se do të ndodhë diçka e keqe. Si ishin fjalët e para të kësaj gruaje, që këto fjalë janë të gdhendura me shkruajtja ari. I tha, pasha Allahun, asnjëherë nuk ka mundësi ty me të humbë Zotin, sepse ti i mban lidhjet farefisnore, sepse ti e ndihmon të dobtin, sepse ti ju jep atyre që s'kan, sepse ti e respekton musafirin dhe ti i del në krah atij që i bëhet pa drejtësi. Pra, pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe para se të bëhej pejgamber, ai posedon të virtyte dhe cilësi mjaft mira. Ishte Hatigja e cila e para e besoi pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe e qetësoi me fjalët duke i thonë nuk ka mundësi ty me të ndodh asgjë e keqe. Pse nuk ka mundësi me të ndodh gjë e keqe? Për shkak të cilësive dhe virtyteve që i kishe të mira. Sepse një person i cili është i drejtë, një person i cili mundohet me kontribu, një person i cili mundohet me i dalë në ndihmë tjetrit, një person i cili mundohet me ia zgjidh një hall tjetrit, atë person Zoti asnjëherë nuk e humb. Atë person Allahu nuk do ta humb asnjëherë. Ndodh që do të ketë sprova në jetë, ndodh që do të ketë ta të pjeta, mirë po vjen në momenti edhe Zoti e shpërblen për mundin e tij, për sakrificën e tij. Ajo që mësojmë ne prej kësaj është se a jemi ne mbështetje për familjet tona ose anasjelltas. A e gjejmë ne këtë Hatigje në shtëpitë tona ku përkrahim njëri tjetrin edhe e mbështesim njëri tjetrin. Ramazani nuk është vetëm të mos ham ushqim, e të mos pim ujë. Mirë po Ramazani është një mundësi që ne me i rregullu raportet tona familjare dhe me e mbështet njëri tjetrin. Vëllezër dashur, pra e filluam nga shpella Hira dhe përfunduam në shtëpinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çka na mësoi tërë kjo që e prezantuam para jush? E para, shpella Hira na mësoi se na duhet vetmia në mënyrë që të reflektojmë. Ajeti i parë i surës Iqra na mëson se na duhet dituria dhe duhet që ta kërkojmë një diturinë vazhdimisht. Dhe Hatigja radhiyallahu anha na mëson se na duhet dashuria dhe na duhet mbështetja familjare. Andaj, ajo që ka kërkoj për jush që të kuptoni nga ky mesazh i shkurt është që të mundoheni që edhe ju ta gjeni atë shpellën Hira në veten tuaj. Pra, mundësi kur keni, qoftë pasi që ke hëngër iftar, e ke fal akshamin, vetëm hube pak në dhomë, shkime pak telefonin edhe bëj istighfar, përmende Zotin e madhreshëm. Ose momenti para se me hangër si fër, është moment ideal që ne ti meditojmë rreth jetës tonë, se ku po shkon kjo jeta jonë, çfarë duhet ne me arrit që Zoti me qenë i kënaqur me neve. E lut Zotin e madhreshëm që me na i hap zemrat tona me dritën e Kur'anit. E lut Allahun e madhreshëm që me na dhon qetësi në ibadetin tonë dhe me na dhon forcë në familjet tona që të jemi të bashkuar dhe të jemi edhe si xhamat që ja duam të mirën edhe e këshillojmë njëri tjetrin për të mirë. E lutim Allahun e madhreshëm që këtë muaj të begatshëm të Ramazanit ta bëj muaj të kthesës së madhe si për ne, si për familjen tonë, si për mbar muslimanët. Amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.